Të dashur aktivist, të nderuar antar të strukturave tona, i nderuar kryeministër dhe kryetari i lëvizjes Albin Kurti. Në ditën e 6 të javës së lëvizjes, ditë që kemi quajtur dita e organizimit, jemi mbledhur këtu në Pej nga të gjitha anët e Kosovës. Përfaqësues të qendrave tona, aktivistë nga lagjet dhe fshatrat që mbajnë gjallë ritmin e kësaj lëvizje. Si sekretar organizativ, kam përgjegjësi të jem në kontakt të përditshëm me çdo hall të organizatës, nga çdo komunë, nga deri te grupet më të vogla në terren. Dhe mund të them me bindje të plot se forca jonë më e madhe nuk janë vetëm idetë apo programet tona, por jeni ju ata që i ktheni ato në realitet. Organizata jonë ka 3 detyra thelbësore: të jetë e gjerë dhe funksionale për të shpjeguar politikat e qeverisë dhe për të përcjellë shqetësimet e qytetarëve, të formoj dhe edukoj aktivistë të rinj të përkushtuar të ndershëm intelektualisht e moralisht në shërbim të shoqërisë, të ndërtoj marrëdhënie të forta me publikun në vend dhe me partnerët ndërkombëtar. Kur këto 3 detyra përmbushen si duhet, ne ndihmojmë të qeverisë më mirë dhe shoqërisë të ecë përpara. Prandaj na duhet edhe më shumë organizim, më shumë punë terren, më shumë kontakte drejt për drejt me qytetarët. Edhe në rrjetet sociale jemi më të besueshëm kur jemi të vërtet, atëherë kur pasqyron punën tonë konkrete, jo thjesht një fotografi apo status. Puna e vërtet në terren është themeli mbi të cilin e ndërtojmë besimin dhe suksesin tonë. Mos të harrojmë se punojmë në kushte jo të lehta, me shumë media të njëanshme dhe dezinformuese. Në këtë realitet, edhe në këto rrethana, secili prej nesh duhet të jetë zëdhënës i punëve të mira të qeverisë sonë dhe kryetarëve tanë në komuna ku qeverisim. Tani është momenti i forcimit të organizatës dhe i nisjes së fushatës. Kandidatët tanë do të kenë disa muaj për të përgatitur dhe fushata jonë, si gjithmonë, duhet të jetë e guximshme por e drejtë, e ndershme dhe pa shpenzime të tepërta. Si sekretariat jemi të gatshëm të mbështesim qendrat për një fushat të planifikuar mirë, të organizuar dhe të ndershme. Jam i bindur se në shumë komuna do të dalim fitues me kandidatët tanë. Zhvillimi i qëndrueshëm kërkon bashkëpunim të ngushtë mes komunave dhe qeverisë Kurti. Aktualisht kemi struktura në 530 vendbanime, por synimi ynë është edhe më i madh. Të kemi përfaqësues në mbi 800 lokalitete, në çdo cep ku jeton qytetari ynë. Listat për asamble komunale duhet të pasqyrojnë gjithë përfshirje territoriale, profesionale, kategorive të ndryshme shoqërore dhe barazi gjinore. Sa më herët të përgatiten, aq më shpejt nis puna e vërtet, fushata në terren e me qytetarët. Komisionerit e vëzhguesit tanë të ardhshëm duhet të jenë rigoros, disiplinuar dhe vigjilent, me vëmendje maksimale gjatë tërë procesit zgjedhor. Në shtabet lokale duam aktivistë që jo vetëm bëjnë fushat, por e mbajnë organizatën gjallë para, gjatë dhe pas zgjedhjeve. Fitoret tona nuk janë thjesht numra, janë ushtrimi i demokracisë. Dikush mund të thotë se nuk mund të përqendrohemi në të gjitha komunat, por po themi qartë, në çdo komunë ku garojmë, synimi ynë është fitoria. Prandaj dhe angazhimi ynë duhet të jetë i tillë. Faleminderit për çdo orë pune vullnetare, për çdo derë të trukitur, për çdo debat të përballur me dinjitet, qoftë në lagje, në fshat apo në studio televizive. Kjo lëvizje ka ardhur deri këtu sepse ka pasur gjithmonë aktivistë që kanë bërë punën e duhur. Dhe duhet të ecë përpara vetëm me ju, me energjinë dhe me përkushtimin tuaj. Na prift e mbara drejt fitorëve të përbashkëta. Tani më lejoni të ftoj për një fjalë racin kryetarin e organizatës së RVV-s, Libron Kelmendi. Faleminderit të nderuar sekretar, i dashur kryetari i lëvizjes, Albin Kurti, të nderuar antar të kryesisë së lëvizjes, kryetar të qendrave tona, të pikave tona, antar të strukturave tona, të nderuar mbështetës të lëvizjes Vetëvendosje. Vetëvendosje nuk ka nisur si rezultat i komoditetit politik. Lëvizja jonë ka lindur si një revoltë e nevojshme kundër një realiteti të pa drejt, të pa barabartë dhe të nënshtruar.
Një ëndër që nuk ishte ratisje nga realiteti, por përballje me të. Një ëndër që nuk shërbeu si strehim, por si drejtim. Ne, gjenerat pas gjenerate, kemi ardhur në këtë organizat për të ndërtuar alternativa që burojnë nga parimet tona. Vetëvendosja nuk është thjesht organizat, është një bindje e thellë, është mënyrë jetese, është organizim përmes idealesh, organizim përmes aksionesh. E sot, kur flasim për organizim, nuk flasim për renditje njerëzish, por për renditje mendimesh në vetdije. Flasim për ndëlidhje zemrash në ideale, për bashkërendim në veprime të kauzave tona. Sepse organizimi është forca e idesë që refurzon të zhduket. Është forma më e lartë të ndërgjegjës kolektive. Është mënyra për të kthyer forcën në ideal e idenë në ndikim. Kjo ditë e organizimit në kuadër të javës së lëvizjes është një kujtesë e fuqishme se pa organizim edhe ideja me drejt zhduket. Pa organizim edhe vërteta me e qartë zëvendësohet nga mashtrimi. Edhe drejtësia ngulfatet nga padrejtësia. Sepse organizimi nuk është thjesht një kalendar aktivitetesh. Është përkushtimi ynë i përditshme që ideja të bëhet vepër, vepra të bëhet ndryshim, e ndryshimi të bëhet realitet. 20 vite në vetëvendosje na tregojnë që lëvizjen tonë nuk e kanë karakterizuar ëndrat dhe nuk është ndruar për të harruar, për të kujtuar. Ëndra e vetëvendosjes ka qenë përgjithësi, e kjo përgjithësi është kthyer në lëvizjen më të madhe popullore shqiptare, e kjo lëvizje ka sjell edhe fitoren më të madhe në historinë politike të vendit tonë. Këto janë arsyet pse sot të rinë në vetëvendosje, rinia për vetëvendosje, nuk duhet të jenë vetëm spektator në jetën publike e politike. Të rinë kanë energjin, guximin dhe idet, por pa organizim, energjia mbetet e shpërndar, guximi mbetet i izoluar dhe idet nuk bën realitet. Organizimi na bashkon dhe na fuqizon. Kjo na bën edhe më të fortë. Në këto vite e kemi parë se fuqia organizative e mban gjallë lëvizjen. Asgjë tjetër nuk mund ta zaventësojë atë. As dëshira, as retorika, as frymëzimi momental. Vetëm puna e përditshme, vetëm lidhja e fortë mes anëtarëve dhe aktivistëve, vetëm struktura e ndërtuar me përkushtim na garantojnë një gjatësi dhe sukses. Prandaj le ta mbajmë gjallë këtë organizim, siç e mbajmë gjallë idenë për drejtësi. Le ta forcojmë strukturën tonë, siç e forcojmë zërin tonë për barazi. Le ta mbrojmë organizatën tonë, ashtu siç e mbrojmë vendin tonë. Faleminderit dhe rroft lëvizja vetëvendosje. Tani me lejoni ta ftoj aktivistën, heroinën e lëvizjes tonë, Saranda Bojevci. Faleminderit, Libran. Të dashtun aktiviste, të dashtun aktivist, të dashtun kryetar i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, të dashtun sekretar Alim Rama, të gjithë ju të pranishëm. Këtë javë festuam 20 vjetorin e themelimit të lëvizjes vetëvendosje dhe më lejoni që së pari t'ju uroj nga zemra për këtë rrugtim të jashtëzakonshëm që kemi bërë bashkë. Kemi kaluar sfida të mëdha, kemi njohur sakrifica e përballje të vështira që na kanë forcu, por kemi pasur edhe shumë suksese e fitore të mëdha. Angazhimi ynë i përbashkët në lëvizje na ka rritur secilin prej nesh si në mendim, ashtu edhe në përvojë dhe së bashku e kemi rrit vetëvendosjen në subjektin më të madh politik në Kosovë. Sot këtu para jush dhe në emër të kryesisë së GVV-s, ndjej nderin dhe përgjegjësinë që flas para gjithë strukturës së lëvizjes vetëvendosje, nga 3 nivelet organizative.
Dhe ajo që dua ta adresoj qysh në fillim të kësaj fjale janë zgjedhjet lokale, sepse ato fillon ndryshimi konkret, aty matet drejtësia në jetën e përditshme. Kur flasim për zgjedhjet lokale, natyrshëm flasim për komunitetin. Komunitetin si bashkësinë e njerëzve, por edhe si hapësirë ku ndërthuren jeta, puna, kujdesi dhe solidariteti. Komuniteti është trotuari ku ecëm me fëmijët tanë, parku ku shkojmë për të marrë fry, rruga ku përshëndesim të njohurit dhe çdo hapësirë ku ndërveprojmë si qytetarë. Është infrastruktura që na rrethon, por edhe ndjesia që kemi për përkatësi dhe për kujdesin ndaj njëri tjetrit. Dhe më lejoni të them me bindje, që kur jam bërë nën, e kam kuptuar dhe më thellë se qytetet dhe komunat tona nuk janë projektuar e as nuk po investohet në to sa duhet duke pasur në mendje jetën e një familjeje. Ato nuk janë të ndërtuara me kujdesin që kërkojnë rritjen e një fëmije, me lehtësinë që i duhet një prindi, me sigurinë, qasjen dhe mbështetjen që e bën jetën më të denjtë për gjithë secilin. Për të moshuarit, për të rinjët, për nënat, për baballarët, për fëmijët, për qytetarët me aftësi të kufizuar, për punëtorët e gjithë të tjerët. Në këto zgjedhje lokale, programet tona për qeverisje do të ndërtohen duke pasur priknisjen familjen. Synimi ynë duhet të jetë që jeta e përditshme të bëhet më e lehtë, më e barabartë dhe më e jetueshme për të gjithë. Sepse një qytet që funksionon për një nën me fëmijë, është një qytet që funksionon për të gjithë. Të dashur aktiviste e aktivist. Sa i përket strukturës së GVV-s, ne si gra dhe vajza aktiviste e kemi ndjerë mbështetjen thuajse vazhdimisht dhe për këtë ju jam thellësisht mirënjohëse. Por më lejoni të theksoj se kjo mbështetje duhet jo vetëm të vazhdoj, por edhe të rritet. Bashkëpunimi ynë, bashkëpunimi mes kryetarëve të qendrave, me kryetarët e GVV-s, është i domosdoshëm. Veçanërisht tani, kur jemi në prag të zgjedhjeve lokale. Qendrat tona duhet të jenë të hapura për më shumë gra në lista zgjedhore. Ne kemi parë fuqinë e grave në nivelin qendror. Lëvizja ka fituar bindshëm edhe pse, apo ndoshta pikërisht sepse ka pasur shumë gra në listë për deputete. Kjo ka sjellë një angazhim nga ana e grave aktiviste dhe ka nxitur mbështetje të gjerë nga gra dhe vajza në të gjithë vendin. Por le të themi qartë, një listë komunale me vetëm 30% gra e vajza është e pamjaftueshme. Është vetëm minimumi që kërkon kota. Angazhimi i vërtet për barazi gjinore shihet atëherë kur kjo përqindje e kalon 30%. Kur bëhet zgjedhje e vetëdijshme politike e jo vetëm për të përmbushur një normë formale. Dhe këtu dua të citoj kryetarin e lëvizjes, Albin Kurti. Në çdo komunë ku kandidatja për kryetare nuk është grua, bartësja e listës duhet të jetë grua. Kjo është një qasje që përkrah fuqishëm. Nga angazhimi im në GVV-n kam njohur aktiviste nga çdo qendër në televizjes. Dhe them me përgjegjësi të plotë, çdo qendër e lëvizjesve vendosje ka gra profesioniste nga fusha të ndryshme, të dëshmuara, të paloshme dhe të përkushtuara. Që jo vetëm e meritojnë mbështetjen tonë, por edhe meritojnë votën e qytetarit. Angazhimi nuk ndërthuret vetëm me adresime të çështjeve gjinore. Ne jemi këtu për të vazhduar kontributin ton në çdo vendimarrje kolektive në interes të vendit. Dhe për fund, dua të ndaj mirënjohjen time dhe të them se sa me fat ndihem që jam pjesë e lëvizjesve vendosje, që jam pjesë e gjithë secilit aktivist e aktiviste. Ju falimderit dhe na prifte mbara në dekadat që do të vinë. Dhe tani,
Kam nderin ta ftoj kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, kryeministrin e Republikës së Kosovës, Albin Kurtin. Të dashur aktivist, të nderuar drejtues të qendrave tona, ministra, deputet, këshilltar komunal, kryetar pikash e delegat të këshillave të qendrave tona. Zonja dhe zotri, motra dhe vlezër, mirë se po takohemi këtu në Pej nga gjithandej Kosova. Jemi këtu në Pej në ditën e 6 të lëvizjes vetëvendosje, e cila tash quhet java e lëvizjes si organizim tradicional I yni dhe vetëm 3 ditë pasi që lëvizja jonë shënoi 20 vjetorin e themelimit e që përputhet edhe me 26 vjetorin e çlirimit të Kosovës, andaj edhe një herë gëzuar e urime gjithëve. Sot po e shënojmë ditën e organizimit në kuadër të javës së lëvizjes, dhe është mirë që po e shënojmë bashkë këtu në Pej, me ju drejtues të strukturave tona, që jeni një herësh njerëz që e përbëjnë shtyllën kryesore të lëvizjes tonë atë të organizimit. Unë këtu në Pej erdha bashkë me sekretarin tonë organizativ nga Theronda, ku kryesia e qendrës tonë atje nominoi kandidatin tonë për kryetar komune për zgjedhjet e 12 tetorit, Hamdi Bytyqin. Dje ishim Klin e në 2 javët që lanë pas ishim edhe në Dardon, Gjilan, Podujev, Shtime, Kastriot, Fush Kosovë dhe Drenas. Do të jemi ditët në vijim komun pas komune sepse zgjedhjet lokale janë afër, 12 tetori është më pak se 4 muaj larg, fillimi I fushatës më pak se 3 muaj larg, e puna e madhe për fitoret e mëdha që janë shumë të nevojshme duhet jetë e madhe dhe e pandalshme që nga tani. Si që tha dhe Libroni, ne nuk jemi vetëm një subjekt politik, jemi një organizim I drejt, një vedije e përbashkët, një fryme paepër që vazhdon të ndërtoj Republikën tonë drejt drejtësisë, barazisë dhe zhvillimit. Sot kur qëndrojmë para sfidave të reja dhe përgatitemi për betejat që na presin, dua t'ju flas hapur e me përgjegjësi për domosdoshmërinë e një angazhimi edhe më të madh nga gjithë ne, sepse ne nuk jemi pak. Mbi 60.000 antarë të lëvizjes sonë, tashmë 20 vjeçare, janë të shpërndarë në për çdo lagje, fshat e qytet të Kosovës. Dhe kjo nuk është vetëm një shifër, kjo është fuqi, është rrjet I gjallë kapilar I organizimit që shndërrohet mekanizëm të pathyeshëm kur është mirë I koordinuar dhe gjerësisht I mobilizuar. Dhe është koha të mobilizohemi të gjithë, secila e secili bashk. Zgjedhjet lokale të tetorit nuk janë thjesht vetëm një garë për komuna, janë garë për shtet ndërtim në nivelin më të afërt me qytetarin ku ai bëhet banor. Janë betej për shërbimet publike, për drejtimin e komunave, edhe me ndershmëri, edhe me kompetencë. E këtë nuk e bë askush tjetër sikurse kandidatët tonë, sikurse aktivistët e zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje. Të përgatitemi do të thotë të punojmë, të organizohemi, të mos e lëmë asgjë në spontanitet apo në rastësi. Rezultatet më të mira I kemi marrë dhe është dëshmuar se arrihen kur punojmë me planifikim, ndajmë detyra në mënyrë ekipore dhe angazhimin e kemi të një mend, por edhe solidar, sepse fokusin e kemi tek e përbashkëta. Punën për zgjedhjet lokale duhet ta filloj secila qendër e të mos e ndal atë për asnjë çast deri në zgjedhje.
pa punë sistematike, për nga ritmi, e të madhe, për nga intensiteti, nuk ka fitore e rezultate pozitive. Kandidatët tonë për kryetar komunash duhet të angazhohemi të gjithë që t'i kemi më të mirët dhe me më së shumti gjasa për fitore. Edhe do t'i kemi sepse vetëvendosje do të fitoj edhe në nivelin lokal në mënyrë që t'i mundsohet korrektësia në bashkëqeverisje dhe efikasiteti në mbështetje. Si qeveri jemi shumë më ofertues krahas kërkesave me raste edhe minimaliste për projektet që kanë qenë janë zotimet tona të kahershme, sepse nevoja të vazhdueshme të qytetarëve anë mban, e këtu po I theksoj qerdhet publike e banimin e përballueshëm e social. Të dashur aktivist, nga 38 komunave të Kosovës, prafërsisht 1/3 kanë bërë aplikime për banim të përballueshëm e social. E çiftet e reja dhe familje në nevojë ka anë mban Kosovës, gjithandej në secilën komunë, por vetëm 13 nga 38 komuna kanë aplikuar. Më e madhe është oferta e qeverisë se sa kërkesa e komunave. Ose për punën e qerdheve për shembull. Po ku është ajo komunë e Kosovës që s'ka nevojë për qerdhe publike për fëmijë? Pa e dini çfarë? 4 qerdhe I kemi gjetur, 63 janë ose të ndërtuara ose në proces ndërtimi, e do të kishte shumë më tepër se kaq, sikurse të kishte shumë më tepër se kaq kërkesë nga komunat. Nuk ka kërkesat komunave që nuk jemi përgjigjur, por kemi nevojë për komuna që kërkojnë më shumë në mënyrë që oferta jonë e gjerë e madhe t'ju përgjigjet të gjithë atyre për të mirën e qytetarëve pa dallim. Prandaj vetëvendosja bashkë me kryetarët e saj do të qeverisë për të mirën e qytetarit në komuna, aty ku përditshmëria, të drejtat, nevojat dhe problemet janë shumë më konkrete e shpesh herë edhe specifike. Lista për asamble po ashtu është tetë rëndësishme dhe nuk paraqet thjesht një listë emrash. Ajo është pasqyra e organizimit tonë. Aty duhet të ketë gjithë përfshirje territoriale, profesionale dhe shoqërore. Nga një anë duam që çdo pjesë e komunës të ndjehet e përfaqësuar, që asnjë fshat të mos jetë I harruar. E nga ana tjetër duam që në mesin tonë të kemi mësues, mjekë, infermier, bujqe, jurist, ekonomist, rinije, gra, njerëz të punës e të mendimit, që të gjithë bashkë të bëjnë një tërësi të ekuilibruar. Të dashur pjesëmarrës, kjo lëvizje jona e përbashkët, vetëvendosja nuk është ndërtuar as me favore dhe as me klientel. Një sociolog francez, Pierre Bourdieu, thotë se janë 3 lloje të kapitalit. Kapitali ekonomik, kapitali shoqëror apo social, edhe kapitali kulturor. Kapitali ekonomik janë pronat dhe të ardhurat. Kapitali shoqëror apo social janë rrjeti I njerëzve me të cilët njihesh e komunikon e bashkëpunon. Dhe kapitali kulturor është edukimi dhe përgatitja profesionale. Vetvendosja është dëshmi se po fitojnë kapitali shoqëror dhe kapitali kulturor mbi kapitalin ekonomik përgjithsisht në këto gara jo aq të ndershëm. Se po t'ishte për kapital ekonomik, nuk do t'ishte ky rezultat I zgjedhjeve. Po ai do t'i përngjonte debateve televizive në studiot e oligarkëve. Mirë po ju e dini cili është rezultati I zgjedhjeve. Në kundërshtim të plot me parashikimet e analistëve të oligarkëve. Pse? Sepse kapitali kulturor dhe shoqëror I popullit tonë po ngadhnjen mbi kapitalin ekonomik përgjithsisht të përvetësuar, jo fort me ligj e që besa as me djerës. Prandaj lëvizja jonë është shembull për demokracinë ku mbizotron sundimi I ligjit dhe transparenca e llogaridhënia si e proceseve politike e institucionale, po ashtu edhe zyrtarëve publik që punojnë në ato institucione.
Lëvizja jonë është ndërtuar me mund, me përkushtim, me sakrificë, prandaj jemi ndryshe dhe kemi bërë ndryshimin. Prandaj nuk kemi nevojë të blejmë njerëz, sepse kemi fituar zemrat e tyre me të vërtetën tonë për dobinë e tyre. Të mos lejojmë që ky organizim i yni të zbehet askund pras një çast. Të mos lejojmë që përfaqësimi të bëhet sa për sy e faqe vetëm për të përfaqësuar e jo për të përmirësuar jetën e njerëzve. Të jemi serioz e të disiplinuar, të drejtë dhe të hapur. Çdo qendër e lëvizjes ka për detyrë që në javët dhe muajt në vijim të bëjmë një rivlerësim të kapaciteteve e të aftësive, të mbledhim antarësinë, të dëgjojmë zërin e saj dhe të ndërtojmë strukturën e gatshme për garë, jo vetëm për listën, po për fitoren, sepse në shumë komuna do të jemi fitues dhe ajo fitore duhet të jetë në dobi të qytetarëve, jo në dobi të individëve. Nga zgjedhjet parlamentare si vjet të 9 shkurtit, lëvizja vetëvendosje doli e para në 22 komuna. PDK-ja doli e para në 2 komuna. E LDK, AK, Nisma dhe KDTP në nga 1 komunë. Dhe kjo tregon se çfarë përgjegjësie kemi ne, po njëkohësisht edhe çfarë mundësish na i ka dhënë populli. Mos harroni, para 20 vjetëve ne ishim as 60 veta. Sot, pas 20 vjetëve, jemi më shumë se 60.000 antarë me afër 400.000 votues. Para një dekade ishin pakic ata që besonin në të ardhmen e suksesshme të lëvizjes. Por sot jemi në udhëheqjet vendit ku kemi fituar shumë betejat mëdha për Republikën dhe vazhdojmë me të njëjtin përkushtim, me të njëjtën modesti, me të njëjtën besnikëri. Prandaj garës përfitore i futemi në secilin komunë. Nuk ka më bastione as në nivel lokal, sepse ka vetëvendosje dhe lëvizje kudo. Ju faleminderit për çdo orë të përkushtimit e të angazhimit tuaj. Le ta nisim këtë rrugtim drejt 12 tetorit me guximin që na ka karakterizuar gjithmonë dhe me maturinë që e kërkon përfaqësimi i vërtet për këtë popull të mirë. Mirupafshim komunë për komunë ditët e javët në vijim, e tash më herët ftoheshim një nga një, unë po ju ftoj të gjithëve në këtë koktej në ambient të këndshëm këtu në Pejen e Bukur. Faleminderit.